vëllezër musliman, o ju robër të Allahut, kijani frikën Allahut dhe dijeni mirë se gjëja më e rëndësishme në këtë botë dhe gjëja që duhet t'i kushtojmë shumë rëndësi në këtë botë është vetëm tauhidi i Allahut, vetëm njësimi i Allahut. Nëse dikujt mund t'i duket e tepruar folja dhe ligjërimi për tauhidin, për njësimin e Allahut, le të kuptoj një herë mirë se nuk është as pak e tepruar, sepse vetëm për këtë arsye ne jemi krijuar. Allahu i madhëruar thot: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i kam krijuar gjindët dhe njerëzit për asgjë tjetër, vetëm se të më adhurojnë mua, pra vetëm se të më njësojnë mua. Pra përdesa Allahu ta thot trosh në Kur'anin famëlar që nuk e krijuar për asgjë tjetër, vetëm se për njësimin e tij, për adhurimin e tij, atëherë dije se as pak nuk është e tepër me fol për këtë temë. Nuk ka dyshim se gjërat që na duhen për këtë botë, gana materiale, mund t'i bëjmë, s'ka problem, dhe asnjë nuk na ndalon. Dhe Allahu na thot në Kur'anin famëlar, mos e harro pjesën tënde dynjas, pra puno për dynjan, por kryesorja për çka kemi ardhur, se një ditë për ditësh të gjithë do ikim ka Allahu, si ai që pati miliarda e si ai që s'pati qoftë edhe një lek vetëm. Gjithë shkem ka Allahu, por kryesorja kush është? Është adhurimi i Allahut një vetëm pa shok. Prandaj kjo temë është tema më me vlerë, më e rëndësishme. Adhurimi i Allahut një vetëm me pa shok. E sidomos këto kohë ku është përhapur adhurimi i dikujt tjetër vetë Allahut, adhurohen te që ju e dini shumë mirë, adhurohen varre, adhurohen male, adhurohen objekte fetare, ndërkohë që ne jemi të urdhëruar të adhurojmë vetëm Allahun te bareke ve teala. O vëllezër, fjala la ilaha illallah, që nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, nuk është thjesht fjalë goje. Se po të ishte fjalë goje, do ta thoshin idhujtarët dhe mushrikët asaj kohe në Mekë. Kur profeti alayhis salam i tha thoni la ilaha illallah të shpëtoni, ata kishin shumë thjesht, po të ishte vetëm një fjalë goje. Do ta thoshin ata, mirë pa ata e kuptuan mirë këtë fjalë dhe i than, e se ka Allah në Kur'an, e ja'ala al-alihata ilaha wahida inna hadha la shay'un ujab. Nga që e kuptuan mirë ata idhujtarë se çfarë do të thotë fjala la ilaha illallah, than, apo përpiqet ky Muhamedi t'i bëj gjithë zotat një zot vetëm? Pa e kuptuan që po të thoni la ilaha illallah, nuk duhet shkonin më në përteqe, në për tyrbe, në për varre, apo të adhurojnë dikën tjetër në të Allahut. Prandaj dhe than, a me të vërtet ky po i bën të gjithë zotat një zot vetëm, që të adhurojnë një zot vetëm? Me të vërtet kjo është diçka e çuditshme, than ata. Pra ata e kuptuan mirë këtë fjalë, sepse Kur'ani pa zbrit në gjuhën arabe, në gjuhën e pastër arabe, në gjuhën letrare që ata e kuptonin shumë mirë. Mirë po sot ka musliman që e thonë këtë fjalë, la ilaha illallah, dhe kur vjen fundi shkon ke mali, shkon ke tyrbja, shkon ke teqe, duke kërku bereqet, duke kërku pasuri, duke kërku fëmijë. Subhanallah, që këto gjëra i posedon vetëm Allahu i madhëruar dhe askush tjetër përveç tij. Prandaj o vëllezër, këtë fjalë ta kuptojmë një herë e mirë dhe mos ta neglizhojmë. Sepse ai që neglizhon këtë fjalë do të vuajë dënimin si në këtë botë, pa do të ketë jetë të zymt, jetë të vështirë, dhe në botën tjetër pastaj e pret xhehenemi, Allahu na ruaj. Allah i madhëruar këtë gjuna nuk e fal. Allah i madhëruar thot: "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Subhanallahu, thot Allah i madhëruar, Allahu nuk e fal idhujtarin. Allahu nuk e fal gjunahun e madh, gjunahun e kopshëm, këtë gjunah që i shoqërohet Allahut dikush tjetër në adhurim. Ta të adhurojnë në një teshe, në një tyrbe, në një pejgamber, në një meleke. Nuk e toleron Allahu këtë lloj gjunahe dhe nuk e fal. Ndërsa gjunahet poshtë idhujtarisë thot ja fal kujt të doj. Prandaj të kemi kujdes o vëllezër, të jemi mirënjohës me Allahut dhe ta zbatojmë premtimin që kemi dhënë Allahut. Përderisa kemi thënë la ilaha illallah. Çfarë do të thotë la ilaha illallah? Që do të thotë nuk ka, ti po mohon çdo të adhuruar, nuk ka të adhuruar, nuk ka Allah tjetër veç Allahut. Pa nuk ka të adhuruar el ilah, Allah do të thotë i adhuruar i vetëm, Allahu, emri Allahu. Prandaj ti po thua ti la ilaha, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut.
Pa dëshmon vetë me gojën tënde. E në momentin që e thyn këtë premtim që i ke dhënë Allahut, ti patjetër e ke thyr besën dhe do të përfundosh në xhenemin. Allahu na ruaj Rabbul Alamin. Allahu i madhruar në ajet tjetër thot: "Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Thot kush i bën shok Allahut, kush adhuron dikën tjetër në vend të Allahut apo bashkë me Allahun, Allahu ja ka bë haram xhenetin. Pra ja ka ndaluar Allahu xhenetin, s'ka për të futur në xhenet. Dhe strehimi i tij, ku do të jetë strehimi i tij? Ku do të jetë përfundimi i tij? Xhehenem. Allahu na ruaj Rabbil Alamin. O vëllezër, idhujtaria, shirku është padrejtësia më e madhe që mund bëj robi kundrejt Allahut. Luqmani i urti tha birit vet: "Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim." Për kujto kur Luqmani i urt i tha birit vet: "O biri im", pa duke këshilluar, "O biri im, mos i bëj shok Allahut, mos adhuro askën tjetër me Allahun apo në vend Allahut, sepse me të vërtet shirku, idhujtaria është zullum i madh." Padrejtësi, po i bën padrejtësi Allahut, se ai ka krijuar, ai të furnizon, ai të jep gjëra të mirat dhe pastaj falenderojnë tjetrit. Sikurse dikush për shembull, ta japim një shembull të kësaj bote, pra që nuk krahasohet me Allahun, po thjesht ta parafrojmë, ja ta kuptojmë. Dikush, babai yt apo vllai yt apo kush do qoftë, ka bërë të mira, ka dhënë pasurinë e vet. Ka dhënë, domethënë, ka dhënë mundësinë me martu me një femër. Të ka mundsu shtëpinë, gjithë të mirat i ka mundsu, dhe kur vjen fundi ti falendron komshiun apo falendron dikën që s'ka bërë fare mirë. A e kuptoni vëllezër çka kuptimi i shpifur ka domethënë ta adhurosh dikën vetëm me Allahut? Nuk ka gjë më të shpifur dhe më të keq dhe zullum më të madh, sepse Allahu ti jep gjithë të mirat dhe ti kur vjen fundi shkon ke teqja, i thuf teqjes më jep mua. Po ti jep Allahu jo teqja. Prandaj duhet kemi kujdes. Prandaj Allahu më dhuar fat pa në Kur'anin familjar. Dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Kjo është kështu sepse Allahu është i vërteti, ndërsa çdo gjë që adhurohet në vend të tij, ajo është e kota. Po pas Allahun, ajo që adhurohet në vend të Allahut është e kotë. Ne duhet kemi kujdes në kjo gjë o vëllezër. Ti kushtoj një rëndësi të madhe. Ti kërkojmë falje Allahut nëse kemi gabuar. Nëse ne kemi vlerësuar dikën tjetër më shumë se sa Allahun, se përndryshe përfundimi jon do të jetë i dhëmshëm. Prej kushteve të kësaj fjale, prej asaj që përmban këtë fjalë është edhe adhurimet tjera mas saj. Pa shahadeti është shtylla e parë e Islamit. Mirë po, të tjerë mas saj duhet të jenë të ngjitura. Pse? Sepse pyetet një person, Wahb ibn Munabbih, pra një dietar, dhe i thuhet, a nuk është fjala la ilaha illallah çelësi xhenetit? Po tha, është çelësi xhenetit. Mirë po, çdo çelës ka dhëmzat e veta. E keni pa çelësin që ka dhëmzat e veta? Dhe tha, po i mungun dhëmzat këtij çelësi, nuk e hap derën. Prandaj edhe fjala la ilaha illallah është çelësi xhenetit. Ama po spati namazin mbrapa, zeqatin, haxhin kush ka mundësi, dhe zeqati kush ka mundësi, dhe domethënë agjërimin e Ramazanit, po nuk e bëri, atëherë çfarë ndodh? Atëherë ky person nuk i ka gjithë dhëmbët, edhe nuk e hap dot xhenetin. Prandaj duhet i kushtojmë rëndësi edhe fjalës la ilaha illallah, edhe ato gjë që i kërkon kjo fjalë madhështore, në mënyrë që të shpëtojmë si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër. O vëllezërit e mi, kjo porosi që ju hap sot në këtë ditë xumaje, në këtë ditë begat, let ju tingëlloj gjithmonë në veshët tuaj dhe dijeni mirë se Allahu është i vërteti, Allahu duhet adhuruar, Allahu duhet madhëruar, Allahu është ai që na i dha të mirat dhe s'ka sens dhe s'ka kuptim që ne të lusim dikën tjetër në ti, ti kërkojmë dikujt tjetër në ti kur ai nuk është i mundur ta bëjë diçka të tillë. Pra kur dikush ka mundësi me e bë diçka, i kërkon borxh apo i kërkon një ndihmë, që ai mundet me e bë, kjo nuk është idhujtari, sepse ai ka mundësi me e bë diçka të tillë. A nëse ti kërkon diçka që ai s'e ka mundësinë, atëherë kjo gjë nuk bëhet. Pra i kërkon fëmijë, i kërkon pasuri, pra pasuritë më begato me pasuri. Kjo as pak nuk i takon robëve të Allahut, kjo vetëm Allahut të madhëruar njët vetëm dhe të pashoq. E lut Allahun e madhëruar që Allahut na bëj për atyre që adhurojnë Allahun njët vetëm dhe të pashoq. E lut Allahun e madhëruar që të na bëj për atyre që ja kanë frikën Allahut dhe nuk e hidhrojnë atë. E lut Allahun e madhëruar që besimtarët ta ndjejnë me shpirt dhe me zemër këtë fjalë,
se kjo fjalë nuk është e lehtë pash Allahun, sikur qiejt dhe toka bashk, ka në hadithe, të vihen bashk, të ngjiten si një pllakë e vetme, të bëjnë si një pllakë e vetme, gjithë këto qije, 7 qiej, tokat, gjitha bashkë të mblidhen si një pllakë e vetme, dhe të goditeshte kjo pllakë, do të goditeshte me fjalën la ilaha illallah, do të çahesh te kjo fjalë, do të shembesh te kjo fjalë, do të shembesh te kjo pllakë, do të çahesh te çdo gjë, se kjo fjalë e Allahut, kjo fjalë la ilaha illallah, është fjala më madhështore. Prandaj t'ja japim hakun ashtu siç e meriton dhe të mos e neglizhojmë as pak, sepse me neglizhimin ton humbasim si këtë botë ashtu edhe botën tjetër. Allahu na ruaj ya rabbel alamin. أقول ما تستمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.